Mjeku i njohur ju tregon se cila është pija e nxehtë që ju ndihmon të jetoni deri në 100 vjeç. Një nga pijet më të zakonshme të mëngjesit mund të jetë sekreti për një jetë të gjatë. Sipas kardiologut të njohur spanjoll, Dr. Aurelio Rojas, pirja e kafes në mëngjes mund të rrisë jetëgjatësinë dhe të zvogëlojë ndjeshëm rrezikun për sulm në zemër. Dr. Rojas, 35 vjeç, i cili punon në spitalin rajonal universitar në Malaga të Spanjës, ndau rezultatet e një studimi të rëndësishëm në Instagramin e tij, ku ndiqet nga më shumë se 400.000 persona. Studimi i kryer nga qendra e kërkimeve për obezitetin në Universitetin Tulane në New Orleans ndoqi 20.000 njerëz për mbi 20 vjet dhe krahasoi rezultatet shëndetësore të atyre që pinin kafe me ata që nuk konsumonin. Çfarë zbuluan studiuesit? Pirësit e kafes kishin 16% më pak gjasa të ndërronin jetë gjatë 10 viteve të studimit. Ata ishin 30% më pak të rrezikuar nga vdekja për shkak të sëmundjeve të zemrës. Por kjo mbrojtje vlente vetëm për ata që pinin kafe në mëngjes. Ata që e pinin gjatë gjithë ditës nuk përfitonin të njëjtat efekte. Dr. Rojas shpjegon se kafeina pas mesditës mund të çrregullojë ritmin cirkadian të trupit, ciklin natyror të gjumit dhe zgjimit, duke ndikuar negativisht në hormonin melatonin dhe kortizol e duke rritur nivelet e stresit. Pra po, shijojeni kafen tuaj herët në mëngjes, theksoi ai. Pse është kaq e mirë kafeja për shëndetin? Kokrat e kafes janë të pasura me vitaminat B2 dhe B5, të cilat ndihmojnë në shëndetin e qelizave të gjakut dhe kontrollin e kolesterolit. Kalium dhe magnez, të domosdoshme për kontrollin e presionit të gjakut dhe nivelit të sheqerit. Përbërje bimore që ulin rrezikun për diabet tipi 2 deri në 10%. Një studim tjetër i përbashkët mes Universitetit Semmelweis në Hungari dhe Queen Mary në Londër tregoi se kafeja e mëngjesit ul ndjeshëm rrezikun për goditje në tru. Sa kafe duhet pini? Studime në Singapur treguan se ata që pinin 4 filxhan kafe ose më shumë në ditë kishin rreth 50% më pak gjasa të bëheshin fizikisht të brisht në moshë të thyer. Po ashtu, pirësit e përditshëm të çajit të zi ose të gjelbër kishin 18% më pak mundësi për brishtësi fizike më vonë. Kombinimi i kafes dhe përbërjeve antioksiduese besohet se ngadalson dëmtimin e qelizave dhe ndihmon në parandalimin e sëmundjeve kronike si sëmundjet e zemrës dhe disa lloje të kancerit. Kujdes, kafeja mund të jetë e dobishme, por vetëm kur konsumohet në mënyrë të moderuar dhe në mëngjes. Konsumimi i tepërt ose në orë të vona mund të shkaktojë pagjumësi, stres dhe çrregullime hormonale.